Rambo, po të foli direkt, shpresoj që ki postim bjen dorë, po ti, shka i përket politikës, ti gjdo kufi këshyr me te i kalu politikisht, edhe nuk t'vje mare, edhe nuk t'vje torp. Kështu një popull shqiptar, pi i natit, ky këto vesh pi i natit e bon, propozon thaqin për prezident. Rambo propozon thaqin për prezident. Po ky se don thaqin vet nuk e don. A e mani men ky kur u kun hak mdokut kur u kthyte prap, thaqin nuk ja ka lon për kryeministër. Nuk ja ka lon. Ky tashti menon që Albin Kurti ja le faktikisht thaqet për prezident. Po ky vet se don. Po ky për me shpif shqiptarët në mes vete, për me kriju një vakum shpifje, edhe një vakum i natit, xhelozia ki këto e ban. Vetëm pi urrejtës pi i natit, se ky vet thot që nuk e dan. Që unë pi u garantoj me analizën tem, me diturin tem që pi u tregoj se Rambo Thoqin, Fatmir Liman, Jakub Krasniqin, Recep Selimin, Kadri Veselin, këtë këta nuk i don kjo heq. Asnjoni, ky veç e don vetën, nashta vllavin e vet, familjen e vet po se po ky qetër luftëtar ky nuk don. Nuk don. E ky këtu qohet fol, tha që kur kthehet se ky do me kriju një lloj përçarje qeto. Përçarje? Se ky njeri është përçarsh, ky nuk di për politik. Ky di vetëm ta majt kallashin, zollën, tokën, di me luftu, taktik gorile, ky është profesionalisht, ky për politik. Ky që ka lexuar në libër, ky që ka studiu, ky që shkollë ose na i sen diçka, filozofi, 0. Nën 0 është. Po për këtë arsye ky që ka met më rruga në bar, s'ka rrugë dalje më, ky tashti del me një propozon thaqin për prezident.